Duhet të dëshmoj se Zoti në profecinë e tij të shenjtë më kishte thënë se nuk duhet të shqetësohesha për njerëzit e mi të afërm, por t'i lutesh atij pasi ishte ai që do të ruante jetën e tyre. Pas disa kohësh, njëra prej vajzave të mia përfundoi një specializim dhe një mbrëmje më telefonoi e më tha se do të festonte dhe do të hante një darkë me një mik të saj për përfundimin e këtij cikli studimesh. Në atë moment ndjeva në zemrën time një likështim, sikur diçka e keqe do të ndodhte. E megjithatë nuk i thash asgjë, e përshëndeta dhe i urova të kalonte mirë dhe të kishte shumë kujdes. Pas kësaj, unë ngjita në zyrë dhe ju luta Perëndis. I tregova atë që po ndjeja, atë që kisha thënë vajzës time, e falenderova për specializimin që kishte dhënë dhe i kërkova që ta ruante pasi në zemrën time kisha një ndjesi sikur diçka e keqe do ndodhte. Në darkë u ktheva në shtëpi, u shtriva për të fjetur dhe gjithmonë para se të fle e bllokoj telefonin nga thirrjet. Si për habi mëngjesin e nesërm, kur e hapa telefonin, shoh disa thirrje të humbura nga vajza ime. E mora në telefon menjëherë dhe ajo më tregon se kishte pësuar një aksident shumë të fortë. I kërkova të më tregonte më shumë dhe më tha se një autobus që ishte mbrapa makinës ku ajo ndodhej i përplasi dhe makina doli nga rruga me më shumë se 40 metra distancë, duke u rrotulluar. Ajo më tregoi se pas përplasjes kur makina gjendi në atë situatë ndjeu sikur një dorë e mbajti nga krahërori për të mos u shkëputur nga ndenjësja. Dhe kështu Perëndia ruajti jetën e saj dhe pavarësisht se makina u shkatruar pothuajse plotësisht, ajo dhe miku i saj nuk i ndodhi asgjë. Dëshmoj për nderin, lavdin dhe për lëvdimin e Zotit ton. Dua të dëshmoj se që në moshë shumë të re vuaja nga migrena dhe kisha shumë dhimbje të forta. Dhe në vitet e fundit ato ishin përkeqësuar dhe ishin pothuajse çdo ditë. Dhe shumë herë më është dashur të marr deri në 3 pilula për të ardhur në kish. Dhe shumë herë kam marrë në kish me migren, kështu që në një farë mënyrë kisha pranuar veten që duhet të jetoja me të. Por ato po përkeqësoheshin aq keq sa i thash Zotit: Zot, unë refuzoj të jetoj me këtë migren. Ti je i madh, ti je i fuqishëm. Kam dëgjuar dëshmi se ti largon migrenat dhe sëmundjet më serioze. Të lutem bëje këtë punë tek unë, sepse unë dua të shërbej me shëndet fort, ta lavoj pa këtë dhimbje koke. Dhe kështu, gjatë një këngë udhërimi ndjeva dhe pata një përvojë shpirtërore se diçka më doli nga koka ime. Dhe kështu që nga shkurti nuk kam pasur migren përsëri. Dhe kjo më bën shumë të lumtur dhe dëshmoj të gjitha këto për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Zotit.